pjesëmarrës të emisionin Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni, janë sponsorët tonë, është Frizer Buli, që gjendet në Ramian të Vitis. Faleminderit shumë Valan Rexhepit pranorit që gjithmonë përkujdeset për lookën tim, që shpëthojnë këta, apo për frizurën time. Është Euro Paleta që ka filluar prodhimin e saj me paleta me standarde europiane, gjithë ju që keni me eksportuar mall jashtë, ju bëjmë di që tashmë ka filluar prodhimi dhe mund të lajmëroni për paleta tek Evzi Hyseni pranori. Faleminderit shumë. Është KS Grupi që ka rregulluar skenografinë tonë të mrekullueshme dhe që gjendet me lokale fizikisht në Prizren, si dhe është Azteki që gjendet me lokale fizikisht në Prishtinë, Shtime dhe Lipjan, si dhe është përfaqësues i klimave japone Toyotama, por ka dhe klima tjera tek Azteki gjeni edhe Bruno Media gjitha llojet e klimave. Faleminderit shumë sponsorët tonë. Sonte e kemi një temë shumë të ndjeshme, do të flasim me një mysafir shumë special. Ai ka qenë ndër të parët që filloi Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, apo e themeloi guerilën bashkë me heroin e kombit Zair Pajazitin, ka qenë bashkëluftari i tij, është formues pra i grupit parë si sa më herët, ish i burgosur politik, një herë edhe komandant i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Me neve sonte është Hasan Zenele Basasan. Faleminderit shumë që erdhe. Hasan, faleminderit. Faleminderit për ftesën, shumë respekt juve. Me kravata na çështë po rrim. Ju të Albinit halos po vlej shipos di. Unë jam i Albinit. Pane dhe ti, po e di që kështu si e... A mu me parti me to i? Jo, s'jam parti me to. Jo? Përbes, e për krau, po du me thonë. Po e për krau edhe në pështet i gjithë. A ki kondër dhe qka? Ja, s'kam kur gjë. Po kalzëm, që i ke kondër e të kapit kërsh të bëj që të në studio. Ja. Jo mërë që gjysh, po bura ajo shqiptar, mbi gjitha ajo është kryeministri i vendit dhe. është një ndër kryeministrat më të mirë që ndonjë herë ka pas shteti Kosovës. Pse veç më sëmtuj që o veteran, bur? Po edhe është veteran i luftës. Po që për ty veteran, ti ke qenë luft me Zahir a i Sokon? A i Sokon me Zahirin, po ajo është vazhdu si luftës tonë. Me qka? Me lapsë? Me lapsë. Sa luftuat me lapsë? Qysh jo? Ko lufta speciale. A më sërë së vrat me lapsë? Lufta me lapsë është luftë speciale. Lufta jonë me pushk është luft gorilë, luft, rezistencë armatosur në për fusha, në për male, në për kërsha, në për shkëmbe. Masa camë, për të thamë kështu basë se për shkak të respektit që gëzoj për ty edhe i ma i vjetër edhe i në mosh, dhe më thonë, Albin Kurti si pas te ka veteran i lapsit, jo i pushkës. është aparati i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Këto, jo që pe thamune, po këto më ka thonë Adem Demash që i ngrati, Lavdia ti i qoftë. E thëtë edhe Remi, Rusem Berisha. E thojnë edhe shumë. Suleman Selimi ka thonë. E thëtë edhe Syla, e thojnë edhe shumë të tjerë, por nga gjelëzia disa komandant pit-pidak që unë i quaj, në thojza, ata ja kanë mërzi. Ata ja kanë mërzi, unë e përkrohi edhe ma shumë, edhe kam e përkrohi deri në momentin e fundit, kur zbanë mu, kur e shoh që ka bo një gabim, veç një, mu e merë këtu që thash në Këshia Show. Veç një gabim. Unë kam u tërhjek, po unë në kurs ka me bërë lapa, sikur zhabat në poshtë. Po pse, se ti ke qenë i burgosur politik edhe vetë, ishi burgosur politik, do dalme të pjesa jote ma vonë, po këthejme përsëri të kryeministri Kurti. Pse Koshtunica, Vojislav Koshtunica e ka liru vetëm ato? Se ka falë në një farforme. Se ka liru, po s'ka pas qarë për e liru, se për presioneve ndërkombëtare, Bernard Koshneri, ja ka koqit, ja ka shtërngu, s'po mëj me full. Dizgina? Tit do të mja boja, ka shtërngu fort edhe e ka liru. Se faktikisht nuk e ka kap në front, as në vit frontit, dhe më thonë edhe këta... Pa është Albini që po pretendoj? Me trysnin e bashkësisë ndërkombëtare është liru Albin Kurti. Për Albin Kurti nuk ka kush që ka më thotë. Pa është shpion që shtojnë dhe më thonë, përmeni shpesher thujnë me Sërbë, këj ko planin dhe më për një më Vučićit. Apo dhe? Po. Amet njeri sot që një faktor, që është faktor, a ka një që thënë mas atit të mirë qohet shumë plohër. Edhe mas Albinit po qohet shumë plohër. E keni thonë në një intervjist nëse s'ka Albin Kurti vazhdo, cepëm cep. E pse ke thonë në një intervjist nëse Albin Kurti është me Sërbë, unë jam babaj ti? Qa e të thonë? Kur është të? Ke thonë? A kom thonë, no? Valoj që atë e thëmë në Mropa si bikur. Jo, ha? Ja, në Prishtina pres. Po, e ke thonë? Qështash po më kujtu? Po. Paj, nëse ajo është shpion, unë jam baba e shpionave, dhe më thonë, jam edhe ma shpion se Albin.
këto e kom Çka mendoni për këta që i thonë Albinit? Ma levesh pak mos më ndërhyjmë bisedë se kam mërzi, a mërë vesh. Unë kam legjë ushtarak, o dosti jam. Kur të falë shtionet në gojë. Okej, kërkoj folje, po ki drejt. Po më qëtë për teme, ku Te Albini kem. Kem të Albini, po ku kem? Çka mendoni për ata që i thonë Albini shpion? Ata janë, a di që janë ata? Ata janë, nuk shojnë për të hune. Janë shumë të thjeshtë. Më vjen keq me i ofendu. I kisha ofendu me qef, po prap s'po muj. Nuk po muj për shkak të... Edhe ish kryeministi të emrit që e muj për shkak të herojt që është i pavdekshëm, Zahir Pajaziti. Për shkak se isha njeri një ti, po e tham asë një herë publik, kështu në për televizion, nuk e kom thonë, sot për e tham po ishia show, se është një diçka e vërtet, edhe asë një herë s'kom rrejt gjoks, me gjithë se aji bislimi, aji dost të jëtë. Ja, të dolmi ma vunë aty. E ka më një pyetje para se me dalë të... Mosum kurse. Po. Se qërë, veç po të kallëzoj para prakisht, ty. 800 giga me mure i kam trojta. 800. 500 më ishme me thonë sonë të bëlla. S'muj me thonë asë 17 sonë. Po, e vërtit. Se që kam unë... Edhe ish kryeministri i Republikës Kosovës, zotëri Ramush Haradinja, shpesher ka ngrej, dhe me thonë, dyshime për kryeministrin Kurti. Sa ka qenë borë? Qëra. Ramushi, pasha sytë e bollet, unë e kom pas respekt për Ramushin. Për luftën, e ka bo një luft, dej që është vullja e luftës. Mas lufta e ti, edhe nuk po më pëlqen. S'po më pëlqen, por kohëve të fundit nuk po tham u qmen, po tham që nuk e di që e ka gjetë o burë. është ma i zashmi ndër krejt shqiptarët në Kosovë kundër Albin Kurtit që nuk po të mujme, jam të mendu, po s'po mujme gjitha së arsyen, cile është arsyeja që e bën gjithat zhuru, ma përdin. Unë edhe në disa emisionet tjera, kam thonë edhe prapë thëmë, tani ata kibicerat e ti, në për portale, në për më qujnë të lifare, për më qujnë shkaje, shpion i me Serbien, për mu, kur më stenalin, e le të më qujnë edhe Milošević, se une nuk bash heq kimin e flokët s'ma lakon. Jo, se dhe ashtu. Jo, heq. S'mujnë më ta laku se s'ki flok. Jo, po i mesh pas. Jo, dhe... Po, kështu, kësha bo, më dëmë një far apeli se të tani du vëllaj kajtë këta komandant, edhe pse gjysa e ty në jenë pit-pidak, prap. Ma Zacan, a i laun pak politikën për shkurtimisht më nga të regu se që shë formu, do me thonë, Guerilin bashkë me Zahirin, si e njuf me Zahir Pajazitin, filët e para tua bashkë me Zahirin? Po i vëllaj, bre, po në mja bona me këtë pytje, që na hoqë për kësaj politiket në ndreqit. Është vërtet. Ja kom fillu mu i për politike, jam të morë me inovacion, jam të i bodo... E di, po. E qaj kohën që atë veç mos më morë me të lefar këtë pedako, për një qëtësin. Që shë formut Guerilin bashkë me Zahirin, se unë jufte? Allah me Zahirin, na jemi shumë shok, jemi konë shumë shok, për i rinije. Edhe qështu me Zahirin, jemi pa, kemi nejtë, pa e s'pëdit ashtë sa me thonë, veç një 500 dit. E kemi flejt një 100 net, për thamë, mas poku. Bashkë kemi qenë në burgun e Koplikut. Këto nuk e din opinionin. Në më thonë, edhe në burgun e Koplikut kemi qenë ma shumë se 48 orë bashkë. Për çka?
Po, na murën rrujat kufitare, shërbimi i inteligjencës Shqipnis, edhe na murën bojz, po sa e zbritëm për i barke në... Ajo kanë arrestu në Shqipëri? Po, në Breg. Po, se për këto e kom pyet edhe ish kryeministri Sali Berisha edhe ka pranu që e kanë arrestu Zahir Pajaziti. Po, tjetër herë është arrestu, ma herët edhe një herë është arrestu Zahiri, tani kanë ndërmjetësu dikush atje edhe e kanë liru. Po, Basazan, që po puna të mëna që... Herën e dytë, kur jemi arrestu, kur në kanë arrestu, ka qenë dikon 12 ose 13 dhëtori që e këshim një takim na me ishim duke prit një takim me Ismet Abdullojnë edhe me Nazmi Ajetin, tani të ndjerin Nazmi Ajetin që ka qenë një luftetar i dej në që sënal kora ju kon një motor distat promotor i levizjeve në të luftës në lapë edhe na murën, na arrestu, na majten në kushtet të këqia, shumë të këqia, kemi flejt në... Kom flejtën pak, aj pak, përdin, kemi flejt në cemento, pa kur gjo, pa shtrat, pa kur gjo heq, na kanë pru nga një botanije, me asë botanije, na I kemi mblu kuajt në podrum, kuajt, familja jonë, ka qenë e madhe, ka pas traktore, kuaje, ka pas kuajt I mlejshëm me ato, edhe s'patëm që ka me shtinë në kryu, në vazhdimisht ku mbojt atletet nalta, me këqype I 4 metrave, të më thoni, I kom pas shumë speciale, edhe një atlete dotha e dhash ati në shtini nër kuk, njanë, që të kemi najtë deri sa na bartën më na këthy, na qojtën Spejo Jugoslav, na qojtën, qkas na thanë, shumë na kanë fy, shumë na kanë fy. Në Shqipëri? Po, Zahiri u rokke me personelin, me aty, po gjithherë e kom zbut situatën, e kështu. Basazan, se kemi shumë pyetje, po mos t'jes mi bësh publikut. Zahir Pajaziti ka qenë I njohur domethënë për vrasjet e policëve, inspektorave sërbë që I kanë bërë domë shqiptarëve, që I kanë keq trajtuar, I kanë maltretuar, I kanë ra, edhe ka qenë I njohur edhe për disa, domethënë atentate ndaj kolaboracionistëve, siç e quheni ju. A keni pas ndaj listë ju guerilja kështu domethënë që kanë me ekzekutu? Po, qysh jo. Keni pas listë edhe për shqiptar? Po. Kush ka qenë? Për bashkëpunëtor të amikut. Unë nuk kam në këtë punë, nuk jam I rezervuar. Hisë rezervuar në këtë momente. Kjo është një histori, mos të harroj, që duhet shkruhet ashtu si ka qenë, mirë apo keq, duhet shkruhet drejt, duhet të tregojmë Hasanit, Kush e kon? ti ke kenë e ke pengu këtë, për këtë arsye, ty të kemi babën ose vlaun, ose ta kemi likvidu, edhe është kjo kajtë normale, çdo shtet në botë këtë e banë. Po na dëqysh dikush pej frige, dikush pej beleje, jo, mos t'i qesëm këto sene se hakmerën familja, të ftofën gjakra, tërta, vërta, shkojnë 25 vjetë. Po nga kënjena. E vërtet. Kush ka qenë listë, Basazan, për me dollë me qenë sa ma korrekt? Po ty be që në letra I kam qëtu se... Ma vënd të dollë me aty, për kush ka qenë listë? Kanë qenë plot, kanë qenë oti. Për shembull? Po, për shembull, kanë qenë Besht, Shabani me të vlajnë. Po? Ka qenë Fadili Sulovici. Ka qenë Zëmer Zëmeri. Ka qenë kush tjetër. Ka qenë Malit Sheholli. Ka qenë Ejub Bajgora. Ka qenë një Shukre. E pse Malit Sheholli, se po më thotë diçka ky emër, është baboj I Fatme Shehullit, pse Malit Sheholli ka qenë? Çka ka bëu ai që e keni pas listë? Po I ty bevren e disha, se mas paku unë ju marrë me këtë
me operativën. E kemi pas në sektorin operative, si cili u marë me njerëzit. E Fatmirin e keni rujt, falë që për ndërpes, Fatmir Shehull se në një intervjist tu e kena rujt edhe djalin e ti Fatmirin. Unë kom thonë, po kom thonë dhe po thamë, po... Dëmonë e keni rujt Fatmirin me vëro? Po ka qenë, do më thonë, edhe Fatmiri ka qenë në atë baba dhe djali. Për shkak se rrethonat kanë qenë të tilla sofare, kurse sot janë krejt diçka tjera. E ma vonë tashmë ndjeri Malet Shehulli, ndjes post është vrau prej Fatmir Shehulli pretendon edhe thot që nuk është vrau prej ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po Fatmiri ti be kom një ka thëtë edhe vallai nuk ja ka mërzia, po të kallë dhe drejt unë atëherë, po flasë atëherë që kësha folë sekundin. Edhe unë e di që a i në ndëgjanë, po nëse ko kunder a i letë vjen, unë e mirë pres këtu i thamë ngoj. Unë e heqë s'ka mujnë sy për këtë sene, asë si marrona... Ama se dolmin ti, ma e ka vrau që këja ju? Ngo bocit, ngo që ka për të thamë. Më shumë gotë thash porë. E në suëti me këta farë... E vërtit, po vesh po më interesana, e ka vrau që këja ju? Pa ka dalë më shumë gotë, qa pa kutës. Më shumë gotë. Hajde. Koha e ka hongër koshtën, a e ke ndijen i fjallë? Po vërtë, ja, koshtën. Ato kohë kanë qenë shumë të ndishme. E 99% e popullit u nda nga ish okupatori. U përzun me mira ish policë, ish ushtarak, e tjerë, ish punëtor, kemi shumë pyetje për shtë fagutna. Po jo, në patë shumë pyetje në vazhdojmë, seria ne, 2, 3, 4, 5, unë e kam një vagant, si ngrejë të rinjë. Po konkretisht pyetje se qëtu interesat shikusit. Unë e kom një që Fatmir Shehulli ka thonë, du më ma shpollë dhe bobën dëshmur, nështë ta kjo nuk është dhe vërtet. Nuk e ti, nuk e kom një. Kom një interno. Po? Tash është në pyetje. Se a i po thot bondat kriminalet Sërbis. Mu veç po më interesant Bacacan edhe nërë rikëthemi të këpytje për të tretën herë. A e ka vrau ushtria lirimtare e Kosovës apo ju? Si mas teje? Unë e di që po. A e ndjekmi një deklarat e kam bashkë, që ka thëtë Sokol Bashuta, në Hogë? Hajde. Regjia? Me këmë gulli me qenë. Avokati Kadri Veselit i kërkoi ish antarit të shtabit të përgjithshëm të komentoj si organizoheshin antarët e tjerë të organizmit kryesor të UÇK-s. A mund të themi se në atë kohë nuk ka pasur asnjë sistem në grupin tuaj të shtabit të përgjithshëm për të ndarë informacione me njëri tjetrin për të ditur se çfarë po ndodhte? Ka shku aty ku vërtet e ka një matë nevojshme se duhet me konë. Për të dëshmuar këtë përshkroi shkuarjen e Veselit në Rambuje. Nuk ka qenë i caktuar me shku nga shtabi i përgjithshëm. Çfarë forme ka shku, nuk e di. Me kanë konsultuar, nuk e di. Bashotës ju shfaq edhe komunikata për vrasjen e Malet Shehullit që akuzoi të ketë marrë pjesë në varrimin e Milosh Nikoliçit. Pra, Fatmir Shehulli referohet komunikatës 28 dhe thot se është konkluz familjare dhe e imja se UÇK nuk ka gisht në vrasjen e babait tim. Po. Kush e ka shkruar komunikatën 28 është totalisht e pavërtet në 3 komponente. Zotri Bashota, a ka të ngjarë që zëri i Kosovës i merrte pa verifikuar informatat për veprimet që ndërmerrnin njësitë guerile? Kjo është një ndër rastet që masmjeti e ilustron këtë që po thonë ju tani. Faleminderit shumë Regjia. Domethënë, kjo është një nga rastet që domethënë ky po thotë që çka thabre se njeva mirë po. Sokol Bashota po ha çato që ka thënë Fatmir Shehulli. Ka njerë ka pos rast që e vrau për i tjerë të kujtë e i ka morë komunikatat dhe qashtu UÇK-ja. Qështu tha Sokolja? E po i që tash, a përshe që tash ku po bijem, kejtë po bijem një fat kundërshtimi. Kur është në pyetje të historia.
Historia thash më herë do të shkruaj drejt, pavarësisht kujt i dhem. Hasanit, a Hysenit, a Dautit, a Mahmutit. A është Hoga, a është gjykata serbe, a është pavarësisht kush është. Kush ty të merr në pyetje. O problem këtu. Të stalon publikun pritje, se zakonisht emisioni jam është pak më atraktive dhe s'kan qef shikues me prit. Çfarë mendoni ju për këto? Për çfarë? Për çet deklarat. A e demontoni apo ju? Pa e vëlloja qysh ja demontoj. Po, a? Po qysh një herë lëshoj komunikat, tani se diju nëse kom shu, e kalshuaj, e kalshu kë. Unë e di edhe kur është lëshu komunikata, por... Pre kujt e shu? Nuk e di për kujt. Se zakonisht këta që po folin tash, unë e kam probleme me këta. Kam shumë probleme me këta, për shkak se unë jam personi që e kom prek gjithë shkojën e gjithë shkofët, tërsin e tërsive, do më thonë, se s'ka kur gjithë që ka hy në organizatë të nacione nuk e di. Nuk ka kur gjithë. Tani, këto deklaratat mija për ju dhe më kryt dikujna. A dolmi të deklaratat e tua, disa javë më herët, keni deklaru në një nga televizionin të manë në Klan Kosova konkretisht që kinë se Najt Hasani si pas ju gjithmonë e ka dekonspiru Zahir Pajazitin dhe e ka ronë prit. Kjo është akuzë e ronë pas asap? Është pak e ronë. Unë jam i vetëdijshëm. është shumë e ronë, si e pak? është shumë e ronë, po kjo ka ndodhë. Pse ka ndodhë? Me qka e argumentoni jo që ka ndodhë? A keni naj fakta se unë zakonisht pa dokumenta nuk i lom me full. Kështu që sonte se kam një tasfim më të lom me full, sepse mandej për na thujnë, ja nuk jeni serios, kush ja show, pa dokumente. Nëse s'ki dokumente, lon me emisionin shlirë. Që unë kam dokumente, se në pa dokumente nuk shkaj, pa letra s'kaj dokumente. Nëse s'ki nuk mujna me vazhdu, sinqerisht. Unë të kam shak, unë të kam mik, po nuk... Unë i kam. Ku i ki, a mund është me shku me marë dokumentat? Unë me veti kam që kuj kom lom që atë në tavolinë, që? Ku janë, që të në tavolinë, a? Që që tavolinën, që shko që atë e ki? Që tu i ke lona? Po, që atë. Që ti bi se të na për na thoi neve që jo... Nuk o konë adet musafiri, më që u më shku me morë. Është e vërtit, po... Kur jemi të dokumentat para se mi hopa, guxem me thonë që... Nga pak. Po, orda. Unë kom ngu dhe deklaratën, unë jam i vetëdijshëm krejt që kom deklaru. Edhe e kom dëgju deklaratën e Beshlim Zogajt para 2-3 ditëve. Unë që e ka demantu dhe ka thonë nuk përmendet kërkon Najt Hasani nuk e demonstrat. A i s'ka demantu kur gjo. Qështu e po shone? Shën të raman të ra Beslimi. Beslimit po i bëj thirrje. Të kam shok, lufte. Nuk e japi një thut Beslimit për 1 milion euro. Unë s'kam euro heq, në konta numër tam, s'më një gjonë 300 euro. Këto kanë bo që ta Beslimat, apëshe edhe na ita cionën në konta numër, mësë me i pos 1.300 euro. Po pëse kjo është akuzeron, pëse ta ka bo na ite o burë? Që jo, së është akuzeron, pëse? Po është akuzeron se... Nga më pak vre, mësë më gotë. A ti ka morë për bongës aja? Po ja, e që mi ka morë, po ajë nuk më ka leju muë. Se ajë më ka bo presione dëvazhdushme në për gjitha mjetet e informimit, që e vërteta mësë me dalë në shesh. E mirë, ku i mbure ti qëto dokumenta që... Këto dokumenta i kom morë, mi ka dhonë, masi që kom dalë nga burgu, shumë inderuar dhe respektuar ish avokati im Reshat Milaku. Akuzoj që të më ndërprej? Po. E kam një pyetje dhe më thonë që si pas grupit të juve që keni qenë në burg, në gjykim kërë është bërë grupit të gjithë edhe Najt Hasani në fjallën përfundimtare, janë deklaru me goj. Bile Najt Hasani ka thonë që edhe për të bjebni në qenë një vjetë borgu në nuk heqi dur nga liria pavarësia vendit, ndërsa ju nuk keni pranu mu deklaru me goj, jeni deklaru me shkrem. Pse? Ty be avokati u deklaru. Pse ju me goj, pse me shkrem? Po unë jam deklaru 3 herë me goj, qështë jam deklaru? është fjalla në fjallën përfundimtare t'juvën. Po,
Unë jem deklaru, po unë që jem deklaru avokati ka thonë ti nuk ki nevoj. Hish, mësut, ti ke deklaru një herë, 2 herë, 3 herë, qka po dënë, nëse dënë, hajde urna, po është ma mirë me nejtë në heshtje. E kemi edhe një dokument, pas asë nuk ke thonë vetë më të ngucë. Po, me nejtë në heshtje. E kemi edhe një dokument regjia një gazetë, nëse ka mundësi. Po. Danica Markovesh në listën e zezë të OÇK-s, Hasan Zenelaj, në vitin 1997 me ida të cilën e përcëllën gjykimin e Hasan Zenelaj, raportua se Hasan Zenelaj kishte puthur dorën gjyqtare serbe Danica Marinković dhe kishte shpionuar Zaher Fajaziti. I akuzuari i dytë me radhë në seancën e djeshme gjyqësore Hasan Zenelaj, pas pyetjes së kryetarit të trupit gjykues, nëse dini se kush është Daniela Marković, deklaroi se për të kishte dëgjuar dikur ka fundi vitit 1996, ku i ndjeri Zaher Fajaziti ka vërtetë se diçka nuk ishte në rregull, dhe Zahir tha Zeneli, ndërsa kur e kishte pyetur se çfarë nuk është në rregull, ai kishte thënë se dëshiron ta vrasë gjyqtarin hetuese Daniela Marinković. Nuk më tregoi arsyeën se pse dëshiron ta vrasë atë, tha Zeneli. Ishte para ndërtisjes së gjykatës së Qarkut, kur ai drejtori i gishtin dhe tha se e sheh atë grua që hyp në shkollë, ajo është Danica Marinković. Unë nuk e kisha por mirë, tha i akuzuari Hasan Zeneli, mirë po kur më vonë më kanë dërguar tek ajo, edhe ajo e pyeti nëse kisha dëshirë për të. Unë ngrita në këmbë dhe ja putha dorën dhe ja treguva rastin e Zahirit. Ta kam po gazetat jonë. Kush e ka po? Gazetë është. Po, cila? E kemi edhe gazeta tjera, nuk e di cila është. Nalo, që kjo... A kemi mundësi regjia një tjetër? Vesh, më zgutëm, ka dalë. Unë e kom po këtë artikull. Po. Këtë artikull për herë të parë në televizionin në KTV e ka publiku Beslim Zogaj. Kjo artikull, se për këtë artikull, kjo artikull njeket, dhe më thonë, kemi fillu, ne shoqëria, me bo proces gjyqësor, dhe më thonë, prokurorial, që më u gjetë autori, ose autoria e këti artikulli që e ka shkru, ka e ka marë këtë informat. Pse s'është e vërtet që e keni Kjo burdur? nuk është e vërtet. Atë pse? Se pëte thërë Bislimin, thërë Najitin, thërë të gjithë ata që kemi qenë në gjykatore, nëse njeni për i tyre me veshtet tyre e kanë dëgju Hasan Zenelin, une kur nuk dalë mo para kamerave, edhe e lëshaj Kosovën. Nëse e kanë dëgju? Nëse e kanë dëgju. Pra, e dyta. Gjithë shka kjo që ka une i kom thonë gjykatës hetuese, kjo për pitpidakët është e pakuptueshme, apo kupton? Për mu ka shumë rëndësi. Jëm kanë shumë i vetëdijshëm çka kam folë. Kam bo luftë psikologjike. Nëse nuk u pshur, më falni shprehje, Danica Marinković kur ja kom thonë këto fjalë, a ja ke thonë se ke thonë, se më herët se kom thonë? Une ja kom thonë këto krejt që ka egzistojnë qëto, por në fund, ku thuhet Hasan Zeneli u quja puthi dorën Danica Marinkovićit. Kjo është shpike e autorit të gazetës që na kemi me kërkue audio, kemi me kërku fakte, ka e ka marë burimin. Bislimi? Jo Bislimi. Përse ti thot Bislimi e ka shfaq për e parë? Bislimi e ka shfaq këto. Në reagim, kundër reagim. Unë e kom akuzu Najitin, kë u dalë me këtë deklarat. Sa më përket mu, unë jam përgjegjës për të gjitha që ka i flasë këtu edhe i kom folë në gjykat, se unë e di që ka kom folë në gjykat. Unë e di që ka i kom thonë Danica Marinkovićit. Thash ma herët, kur unë i kam thonë që ti keme shku me familje, me kajtë familje në erë, kur unë i kam thonë se burrët punon në aeroportin e Prishtinës, edhe banesa jote është qatje, ajo u pështet, qështu janë dëshmitarë që i mojnë në sekret, që kanë me dëshmu, rastin që qka ka ndodhë mrena për mrena gjykatorës. Akuzojmë të tërprej që të pak. Urna.
pse pe akuzoni Najt Hasanin, kur Najt Hasanin në një kohë, kur ty të kanë ro, edhe të kanë qitë për të pa vedije, ajtë kish pas morët, kish pas pështu në borg. Të kanë ngrej zhakna për koridor dhe të ka që ndhëu, nëse s'ga bëj. Ajtë kanë imu ty. Pa i ty bën e di, mu shokët për më thojnë, se unë e më koni pa Shokë së raj. Ha? Shokë s'besej që mujnë me rajt. Po, vallaj, nëse së rajnë shokët për Zahirin, për Najitën as për mu, nuk do të me rajt. A shë? Pse kush prej shokëve tjerë për thot që Najiti ka dekonspiru përveç teje? Ka dhe plot të tjerë. Për shembull, Po, shë për shembull, hinë nësja pejsh me të Avdullojt, rënë, 5 veta janë të, më falë që po... Po mirë, a ka pos mësi, bacacana? Ja, hinë Google Play, Google, edhe shtype, janë staff. Kush? Është Ismet Avdullohu? Ismet Avdullohu, Hasan Zeneli, e të tjerë s'po du hiç mja përmena një vagabundi që e din ai kush është, që i kom dhonë buk. Kush është ai? E i kom botë mira. Je përmene? Jo, s'po du me përmen. Për qef s'po du me përmen. A dim pse? Se ja kom dhonë fjallin që kur amnin tënë s'kom e ta përmen. Për që ta se përmeni. Edhe ai u shit për një ven pune, edhe u shit për një kashat buk, nuk u konë në zërë, se shoqënia e këshin dhonë, edhe sot, edhe flet edhe shkruan të ndërmeje. Po, këto që i ki më falë. Këto që i ki, se unë e kom posë edhe nga Fiqegronin i cili ka punu. Ndërgja, letë, që është për të kalëzoj që tu. S'ka ka bislimi, unë e morë dhe në kom besku që vje bislimi son të këtu. Je tash se dolni tek bislimi tash, më falë. Veç edhe që të pytje ka. A ka mundësi me posë, dhe me thonë, udba me lëshu edhe materiale kompromituse për ishte burguesit politik? Jo. Një rast e kena posë në këtu, kur në Fiqegroni thotë është material kompromitus për Albin Kurtin. A ka posë mundësi me konë material kompromitus? Veç ka dole, ato mundësi janë. Por, te unë ato mundësi nuk mujnë me depërtu. Qka ki sonte? Adim pse? Sonte për të kaldoj, sonte Bislim Zogaj ka thonë, në deklaratën e ti. Unë prap po i bëj thirrje. Ka thonë që nuk ekziston emri aty në Haitit që ka thonë çdo. Po. Na gjykim. Po, ai ka thonë. Po e vërtetë. Po ai ka rajt. Pse ka rajt? Ose ka thonë zero. Ja, po ka rajt se ai nuk ka pas nevojë mi bë avokatur në Haitit. Po pse ka rajt? A ki fakte ku ka rajt? Burr se mos ta vëdoj një. Unë mos me pas fakte nuk vi këtu. Hajde ku? Po anë në rregull, mos më vërtet më veç bëli pi fakte. Po jo, po më bën nervoz. Unë para praktikisht kur erdha këtu thash kam fakte, ti tha, "Okej." Apo? Po. Edhe tash ti pe I kërkon fakte, të po them pritu pak më sugut. Unë kam punë me Bislimin. Unë nuk e di ai ka thonë Najitja si ka thonë. Unë Najt Hasanin nuk e dhonë për 7 miliardë. Unë s'kam 300 euro në konto, po nuk e japi. As Najitin, e as Bislimin, e as... E qka shtyni ti me dollë me full bashkë që të ku për ta? Më shtyti se ondër më qaj Zahiri pe gjumi, ma dha një zoll në gjyrë të njërë nikli. Edhe tham shaj. Kojna tham shaj, tha armikut. Thash, more, u kry lufta. Hej. E keni lanë, tha luftën. Kush s'pëm përmen. Shkova. Edhe shkoj, është e vërtet. Po, na pe përmenëm. Edhe Najiti e përmen. Aje e përmen, edhe tonë e përmenin. Por, do të me dalë para një aktit krym Najiti edhe Hasani edhe aj tjetër edhe kë. Qysh po unë po jepi sëqarim për Danica Marinkovicin, pse zvjena I me dhonë sëqarim këtu para neve? Bislim Zogën e kemi kontaktu edhe ka thonë, edhe është e vërtet që është në spital e ka operu gjumin. është shumë e vërtet. Ja. A e thirëmi live? Thërë? Që ta thirëmi, vi që sholla e hopë. Bislimi më ka thonë që është në spital. Nuk I besoj. E ka hu besimin. A që po thojmë nuk e besoj, a ki qysh e ka hu besimin burë ti me to ke luftu? A me qësi njerës pas ke luftua? Po s'kom luftu më me to. Po ta po thoj kom pos bash luftar. Po sigurisht që po. E qysh të është? Që onë për thiri për njerën. Jemi live në emision. Nëse e hop e hop. Që kemi bo? Nëse se qilë, që e Bislim Zugaj. Që e burë live-in atë e thirë, nuk o transport. O, nuk e qela I telefonin se s'munët me dalë, mu balafarcu me... Se qilë s'kim qa me bo burë. Mu më ka thonë njeri që është spital. është e vërtet, më ka që dhe fëtë s'kim drejt bi publiku, mu t'i ka të zuku Mirë, pas ka argumentu, heqë më se mëtë. Në regull, po I besojmë. Po I besojmë.
A i tha, pa u parlemru me Skype se kësha lanë, tha, po jam shtrinj të burë. Le, mos e ngurt. Mu mas pari po më vjen keq që ai ka në spital edhe bën vakiçi që tash si të kryej emisionin ka më shkuar se vetë se di ku me vizituese. Mu më vjen në burr. Bacacan, a i takun e me Bislimin? Sa i përmen një moment fundit të stacioni autobusa, ti thu që e kon, a e kon me tëtë me Zairin që atë kur se kon? Asnjëherë edhe kur taku me Naitin, jem kon atë prezent. Edhe pse Naiti nuk e din. Edhe kur u taku herën e dytë me Naitin, i kom thonë mos ma berë në Gjigji kafeteri, po shtinen lirik. Në të demanton Naiti, le të thëtë si më konë në kafe lirik në katin e dytë, me njëherë mas 3-4 me Zahirin, unë është flasë mo. A i mundet me thonë, po le të bëhat real, le të regonë. E vërtit, po me Bislimin, momentin e fundit? Edhe Bislimi. Unë e poshtë deklaratën e ti. Unë jeva shumë i shgënymë ma deklaratën. Pse? Se s'bën me afut këtë. Pa e kona ditë anë takim? Po qysh nuk jem konë, po ku e din Bislimi që unë s'jem konë? Pa në mi nëse e konë? Unë për ashtroj një pyetje Bislimit, ku e din Bislimi që unë nuk kam qenë? A bën me ta bone një pyetje, që unë shpo bënë? Po. A i me sa e kuptuva unë Bislimin dhe me sa e kuptuva këtë që është a i tha kështu. Tha, okej, pe pranoj që e konë Hasan Zenilaj. Mirë po Hasan Zenilaj, dhe me thonë, nëse ka qenë me Zahir Pajazitin, që shmujti me shkua shpet në Balaban, e Zahiri shkojnë në vështëri, rovë vështëri, vdeqa dhe. Se nga. Ha. Bislimi nuk o arrestu me do të në 31. Bislimi është arrestu që shenë arrestu të tjerë. Unë jam arrestu me do të 27 prill, po mu më shkru në letra me 30 prill. Apo kuptan? Sepse 3 edhe 4 ditë të fazës torturave, ata nuk i, terisa ti del para gjykatësit të tuës, nuk llogaritet që i arrestu. A Bislimi s'është arrestua ditë që ka thona? A që shtu tha? Nëse jenë konë 2 Bislima, unë i kërkoj falje. Nëse jenë konë 2 Bislima, nëse Bislimi ka taku edhe njëherë me datën që pe përmenë kë. Me 28 janar, Të stacioni autobusa? Të stacioni autobusa në peronin numër 12 kanë bisedu. Unë jem konë peronin numër 11. Bislim Zogaj nuk ka nevoj, kërkojt me oba, edhe nuk ka nevoj me rajt. Se që shtu pe hup tani, pe hup besimin. A është arrestua ditë Bislimi? Qatë njëjtën ditë? Po. Njëjtën ditë, Bislimi thot se na nuk e dim. Ti tho ju marët, ti tho nuk arrestu që ditë, që tu tho marët. Me 31? Po. Po s'o arrestu pra, se arrestu ditet për para. Me 28 janar u konë takimi Bislim Zahir. Nëse u konë një tjetër njeri, unë e kuptoj që u konë Bislimi. Ja, dhe aj që ashtu thot, Basacan, timi qorë që mësi dolmi, dhe më thonë, të dolmi në të vërtetën Bislimi që ka thonë, mësi ja demantojmë deklarata. A i thot, pas jem takuar me Zahir Pajazitin, që si shpretendan, ka qenë dhe Hasan Zenilaj, nga stacioni autobusave kum dal, edhe mu ka fluk një gruje, mu ka këshyrë për para, unë kum dal, ka desh më shkel kjeri. Së më ka shkel kjeri, kum ik, ma vonë më kanë zonë, më kanë re, edhe më kanë që burg. Mas 2-3 dite, kum një që ka vdek Zahir Pajaziti. Është deklarate besushme, kaj që ka thot të reqitu. Pse a i thot? Jo më arrestu me datën 31 janar. Nuk përflosin realitetin. Realiteti është i hidhur, po është shumë i ambël në shoqëri. Unë nuk po du me ishtru pyetje tash Bislimit, se unë... A beqymi shtë letra? Këm po shqef mu për balë. Që tash kena me qyri. Po në shkaj kua se thëjnë, veç jënë të ushtymë? Jam të ushtymë, unë kam këtë problem me zellë. Bislimi atë ditë nuk tregoj se Hasan Zenelit i dham zemra për Naitin. Ato nuk e tha. Nuk e tha. Kur e pyti ai çka mendon, a është Hasan Zenelit, ka ko lidhje me UDB-n, tha, unë tha, këto nuk e besoj. Mu mërë mirë, se njeri në efekt mundet me thonë po. E mirë, çka mendon ju për disa njerëz që këto tjerë që i përmenë marë, që s'doshtë me përmenam, në ku thujnë që Zahir Pajaziti ka qenë matues
Hasan Zenela dhe ka mojnë nga të veti për mos me dekonspiru Hasani, tek UDB-ja. Pit pidak. Atë ka të qarmatu Zahirja ju? Kur njet, nëse del një njeri, tash që del para meje, qysh më qarmatos Zahiri, kur nuk më ka armatos Zahiri mu. Qysh, hajtë tregom në ju mu, letëm tregojnë edhe këta. Qysh Zahiri qarmatos Hasan Zenelin, kur nuk e ka armatos. Kur Hasan Zeneli e ka armatos Zahirin e tjerë, që kam dëshmi e letra e fakte. E kini foto regjia? Që kjo është Zahira, po? Jo, kjo vllavi Zahir Bajrami. Bajrami, cili jeti? Që kjo me mështeshe që kjo i pari. Po. Këtu ku jeni në cilin vetë? Në një akademi për kujtimore. Nëse ka mundësi edhe letër njoftimin e UÇK-s? Kë jeti? Që kjo është Hasan Zeneli. Bislimi thot nuk është antari shtabit, Hasani. Kurse, këtë dokument thot, shtabi përgjithshëm i UÇK-s, a thot, që kur po titullin SHPUÇK-e. E vërtet. Nga, këto Dem Kovaçi se ka marruar. A keni e për Dem Kovaçin? A tonë me të dokumentet, pas asan se na... Këto Dem Kovaçi se ka marruar. E vërtet, unë për shtë thonë, më huhet e vërteta. Pse? Se po i dhem dikuj diçka. A mështë jam bëhem vërtet, a tonë me që Që nuk kisha thonë me shpalos. Ja. Jo, masi nuk është bislimi. Ja, po s'mujna na më kështu, ja, du të më shpalos. Ja, se ai bislimi... Une i kom thonë edhe një televizioni, po të thonë edhe ty. Ani une lexoj, që une dhe ma unë besim. Veç pak. Po. Nuk po i shpalosëm. Ja, pi shpalosmi. Pi shpalosmi dokumentat, pas asan se më ke thonë i shpalosmi. Bislim Zugaj ka thonë që së është e vërtet. E qka nëse është e vërtet? Qka nëse është e vërtet? Është. E qka? Po qka nëse është, që kena me bobur? Kisha pos marak me konë këto vetë bislimi. Po. A guxon me morë? Guxon me i po. Hajde. Regjia kamerën nëse më është më afru pak se, po thujnë që... Që në qohmi edhe afrohmi të kamera. Okej. A mu me ledzu? Jo, s'pe ledzojmë. Ja, me ledzu ku përmenet asë? Jo, ndëgjo, ti je informum, si një gazetar hëllumtus, apo jo, qka jeti? Unë jam, qka du, qka të lëpsh, 3 le. Bravo të koftë. Ti kime i po, ti, personalisht edhe une, po ti kime i thonë bislimit, valoj bislim, s'ko kanë senet mirë që shke thonë. Po s'mojnë, du të mi po publiku. Publiku ka me po që une i posedaj. Qëre, thamë se ka marru Dem Kovaçi atë letër njoftim të shtrisë. Ktheja kamerën. Qka është kja? Cila? Që së është akuzën e ta? Ja. Po flasëm të ka dole. Po të besëm për këto? Ja. Kamerën ktheja. Këto Dem Kovaçi se ka marru. Se ka marru. Po e kuptum. Jo, se ka marru Dema këta. Po e qartë. Qëre, kjo është... Qëka është kjo? Kjo është dosje e avokatit dhe brenda saj ekziston një akt akuz me 75 faqe. Pe ka po publike Ibrahim Kelmendi nësë është e njëjta bur? Nuk e di, Ibrahim Kelmendi... Ja që është përndohë të në Facebook. Ibrahim Kelmendi që ka po publike... A është e njëjta ju? Po sigurisht do të me kone njëjta. Hajde ku përmanët? A veshe, qërë. Ku thot që... Veç pa, kthej kamerën. Qëtë pjesë pe ledzojmë, te hetusia nuk pohim, sënë. Ledzojë që ka thot qëtu. Në emër publik këta e kom po. Jo, ledzojët e din publiko ti e ke po. Dragolub Zaj, sekretari kolegjit, sa dhe këtë po dhe po, dushica në lëndën penale të akuzuar, ne ta sonë e grën Tula Refuk që Hasan Zeneli Qerim Kelmendi, po dhe këtë Bislim Zugaj, të cilët e akuzëm për pëqerë në Prishtinë, si pas saktë akuzës për në rëvi, kryesore publike verbale, okej, të këtu s'pëthot kur gjo. Qa pëthot shtu ma poshë, se s'po shohë, iksi? E akuzuar i na i tasoni, fshatin në ndëvreq, ka dalë, a ka datë lindjes këtu? Po, i lindur në 15.09.65, nënës Fari, e lindur në logjik shërbimin në shtarak, dhe këtu s'pëthot kur gjo, dhe më që akuzu. Mirë. Kusho tjetëri? A grën Tulaj, a Refuk që Hasan Zeneli, po dhe në regull. A është në regull? Po jeni të akuzu. A jem të akuzu? Po, për prana gjeni.
Se keni qenë burgosë politik. Po mirë. Sipas Rrim para kamere. Hajde, po. Bislimi po thot që Hasani nuk i ka letrat, apo? Atë ka thonë. Jo mu, i ka thonë klan Kosova. A i ka thonë klanit. Po. Bislimi po thot që Najt Hasani nuk ka pranua, ka thonë. Po. Unë edhe njëherë po thamë, po ju thamë juve, po ju thamë edhe publikut. Nuk jam për me borë gjithë këtë haos që peshkon. Unë ja kom qu shokun të em Najtit, me njerë një ditë mrapa apo dy. Po, edhe ma që këni pas asënat se kamera. Me njerë një ditë apo dy mrapa. Edhe këmë thonë shka. Kamera afro pak nëse mune se përshkak të ndryqimit u afro. Edhe i këmë thonë shka, thuj Najtit, ka thonë Hasan Zeneli, hajde pim kafe. Hajde pim kafe edhe ofrohmi se nuk banë ndryshe. Zbande? Nuk banë ndryshe. Nuk e ka përfil iniciativën teme. Ka thonë, nuk po du opinioni me ditë qka i ka thonë. Ka parashtrua i një kusht, që unë se s'moj me përmbush. Cili ka qenë kushti? S'moj me përmbush, nuk e baj publik. Nuk e baj publik. Po ja, dush me bose ti ke po... Nëse unë të epi besën ty që se bëj publik, unë e më burë, se e më rritë një familje burësh. Not burave që nuk munësh. Nuk e preashtu mësin që i burë se me bashkëftore i Zahir Parazitit. Ka e regull është, po, kur të thëmë, ka edhe bashkëftore Zahirit që besën nuk e bojnë hesap, si kur 5 pare. Kush është ta? Najti, ja? Po, ja. Najti e bom besën. Unë nuk e dhja, ma Najti a jë, se së më karon me Najti. Karon më në burë, ke qenë ishi burgosë politik me ta? Unë e kam qenë burë që... Pa e ka mojë fjallën? Jo. Pse? Pse qep e voj publike. Se u mbledhëm krejt, se u prit ke një ditë 2 me dalë mu lirum. Ditën që na kanë hypë në për autobusa, për më na prunë në Dubrovë, Najt Hasani e din krejt. Burgosurit tjerë që na ka thonë, në dëgjani, na polirohemi. Por, për gazetar, as njonin nga jo, as unë, as kërkush, as një intervist. Edhe u murëm vesh as një intervist, kërkush mësë me thonë. Se kemi dalë të dera, mu i parim ka Fatmir Lima Hopa, që kur nuk e harroj Fatmirit, sot jam gjallë. Që më ka mojë që qështu, që se në qëto letra dhe më ka silë pe qefi, pe gzemi që dullën u lirun të burgosurit. Po edhe, a edhe në deklarat për gazetar? Edhe, na e më shëllëm tonë gojnë, na i t'ja nisi plan, dhe me thonë nuk e mojë t'i fjallën. Nëse nuk është qështu. Po së është najsa në eronë që se kam... Jo. Që kjo që apë thu ti njerit është eronë burë? Kjo është eronë për sa duhet. Hajde ta qysh është eronë? Më së ljohë me publikun pas asan, ta flidzëm. Qërë shka për të thëmë? Unë jam bisedime me Najtin. Ja, s'kom bisedime, sonë të kena mi thonë. Unë jam për mës me bo, për mës me publiku. Ja, unë jam për me bo, se a Beslim Zoga i ka po bej njeri që sështë aty. Edhe ka po bej, se unë e kom lezu. E pse s'po qel telefonin Bislimi? Pse s'po qel? Pse s'po don komunikim me mu Bislimi? Hajde, ka shtrit në shtrat. Pse nuk po më thot, nuk po thot më falni bre burra? Aty nuk di unë, nuk... Aso në zdi. Se mujnë më më padit mu pa po sanën. Kush me të padit? Po jo, mujnë, se unë nuk paragjikoj. Po s'mon kur kush me të padit, se ti je një gazetar që po donë... Jo, absolutisht, po për me paragjiku mujnë më padit, unë s'paragjikoj. Atëherë më s'paragjiko. Po unë po thamë veç, po du me po. Unë nuk po du me lezu. Ane që a bënon me po, bur? Po me po, po. Hajde. Që? Po që 24. A gudzën me lezu? Gudzën. Po jo për publiku. Se jam të mundu mos me bo të madhe. 24 po që ato? Po. 26... Me të ku që është një farqje. Që kuki, që kuki. Fillojmë peqitujt. Që ta kime më ledzu tjetërit heq, veç 3 reshta. Me Recep Selimi kanë kontaktuar kur ka orën në Prishtinë me... Jo, ka dalë. Kush o kë?
Që ka thonë, lexo. I akuzuar Enait Hasanin në mbrojtjen e tij para gjyqtarit hetues të kësaj gjykate në mes tjerësh ka deklaruar se në vitin 1990 në muajin prill ka deklaruar nga bukur për shkak të veprës penale në fakultetin e Prishtinë gjatë muajit shtator tetor është njoftuar me Recep Selimin, po ashtu në fund të vitit është njoftuar me Xhelaltin Goshi. Anide është njoftuar. Anide është eta, a ka thonë që to. Që të pjesën tjetër ti ki me lexu bashkë me mu, po jo për opinionin, jo me zonë. Që po thot Beslimi po thot por asoni për ranë. Hajde këshira për ranë as për ranë. Kamerën lirisht kamerën se lirisht ktheja kamerën, veç zonja. E pjavojnë publike kamerës. Po, munësh. Po që 24. S'po thot diçka këto, po thot që... Qka s'po thot? Po thot ti po donë më ma qitë në opinion, po nuk të hapi leje, për shkak se, veç po i kallëzojmë Beslimit, që po ranë sa je i madhë. Regjia ape fokuson, a kokë fokus? Hajde bollë mu. Veç edhe pak. Edhe pak, hajde ko. S'po thot diçka pas asa, po nejse. Hajde ko, jo po thot shumë, po të s'po danë. Asu në s'po dojmë. Nuk po dojmë. 24. Lexo më që to, qka po thot? Po kryetori kolegji gjykata e Qarkut në Prishtinë. Po. Dushisha Tasingovic, kundër këtij akreditimi, polët e pakënaqshme kanë drejt dita e parë gjykatës së Supremit të Shërbimit për së gjykate. A e lexove? Po. Kthema kamerën. A është që kjo vula e gjykatës? Po, vula e gjykatës është, aja po di. Amo, unë s'pash diçka, po nejse. Po shaherin, Beslimit po i kallëzojmë që na nuk flasëm. Unë e flasë në bozë, që letrave nuk flasë, se unë si më konë me ngu që ka... Të kushtë edhe aty këto letra, ka gjeni farot bozhi po ndë letra. Ja, nuk është të bashkë, këto jenë të avokatit, këto i ka bo gjykata. Aha. Ja. Okej. Këto i ka bo gjykata, qarë, gjykata e instaluar sërbe që nga ka denu 21 I bëjmë tire Beslim Zugaj nga emisioni që e ka drejten kur do që aje është i gatshëm edhe i lirë, me orë me denoncu këtë që tha Hasan Zenilaj. Kur të vjen Beslimi këto, unë i marrë letrat edhe i thëmë pse Beslim po më qunë rëndës. Akuzina shtu kur po thot Beslimi rëndës të radiolidhja, ke thonë që ditën kur ka rao Zahir Pajaziti, ka qenë tankuar me ty në radiolidhja, ti i ke thonë shko ka orat, a i nuk ka shku s'ka ngu dhe ka rao. E që veç një spytje, që shko mu si Balaboni, sa kilometra i ko për vështrijës? I ko 20 rafsh. 20 të ka rrugë të kejvaki se do të të që rrugë. Po, që se unë e kom pas repetitorin që deri në Shqipëni, deri në kodat e kukësit kemi komuniku, pe atje... Që vërtetan këtë fakt që ti ke bisedu qadet me Zahir? Që vërtetan? E vërtetoj me fakte se, e vërtetoj se baza kryesore ka qenë në Balaban, repetitori ka qenë në Balaban, i ki dëshmitar të cilët neshta ta argumentojnë. Po qka din Beslimit? Ja njeve që ka tha Beslimi, tha s'di, tha, unë nuk di kur gjo tha për radiolidhe, po s'din se ti ke orët 96 në fund. Mërë me men, qka boni, vjen keq për atë deklarat tina. Ardemi Asharin edhe Zahir Pajazitin i qitit trongut të fundit atje. E pse bashkë qëtku ti për publikan qëtë? Qysh? Pse bashkë qëtku për publikan qëton për najitit? Pse ju ma herët bu që 30 dje, pse ke ishtë? Ju, ku është ka ishtë? Ti? A për din qëfar pyjtje jetë të mështruti? Pyjtje? Në që aty në Google edhe këqër kure këm bo shkrimin e por kunder... Kur, cilin vetë? Në vitin 2002-2003, si kom dollë për i burgu. S'ka ke informum ti? Jam informum, po... Si. Unë pyjtje du të më të bo për më të nëzirë përgjigjet, por. Ti përgjigjet e mija, s'ki nevoj më bo pyjtje, veç pëtëm, se unë nuk moj sekret. Nuk moj, se unë nuk lejoj me u shpall dëshmur Boba Malit Sheholli, me u shpall Fatmirit dëshmur, që shtu po njihen fjallë. A i arani për thët ma kanë ra bondat kriminale. A e ka vërë grupi Zahir Pajazitit, ta? Janë unë a lupës. Dhe më thonë po? Po qësh ja? Po... A këthemi pak i lanë vrasit, këthemi tek, a është taku në herë me komandantën e përgjithshëm Azem Sylla Zahir Pajazitit? Po.
Cilin vetë, 96 nëse s'ka bëja? Jo, 97. Qka konkretisht kam bisedu në takim? Po qërë? Na jemi konë grupet armatosura këtu. Na kemi bo luft. Na kemi dhonë mënd dhe sakrificë. Kanë qenë 3 grupet armatosura. Grupi i Zahirit, grupi i Adem Jasharit, edhe grupi i Sali Qekajt. Të cilin kanë qenë 2 grupet Sali Qekajt, ka qenë grupin Deçan, ka qenë edhe grupi tjetër në Laush Skënderajt. Edhe, unë jëmë njoftë, unë s'jëm njoftë, s'muj me deklaro që jëmë njoftë me ganin për para, për shambull, se po fjetë, Gani Gecën. Por, babgjyshi jam ka qenë bashkëluftar me atë babgjyshin e Gani Gecët. Edhe babgjyshi jam ka thonë, dyrë nëse... Në Bajraktar të Laush. Në Bajraktar të Laush. Nëse të nëzën rruga dikon ndrenic rrëhe derën të Bajraktar. Të Gani Geci. Pa tash se di jam ka onë të Gania, po të Bajraktar të Laush. Të Gania, se Gania o me këpres për qëtë punë. Inshallah se në, se pja përmen me jam, se s'ko që po, me përmen. shumë hapolla mu qilë në Gania të rohen, heq pasha zotin. Jo me kim shok, as të nëzda. Po, jo, po, se, une, jo heq se kam shok. Se? Se e na prish politikisht. Libura e ka mendimet e veta, dhe më thonë. Pa e ka mendimet e veta, pa e mu nuk... Pa e se ka lujt, a e ka një të një që se ka lujt, që 30 vjetë o me rrugovën. A i se ka lujt, pa, me ka një mëne. Po edhe ne me rrugovën. Ja ti me Albinin një. Jo, une e më pështes Albinin. Edhe jo sa është me rrugovën, po e pështet Albinin. Po që e më pështet, se pështet kështu më pështet për mëmone, po të pështet politikisht. Sigurisht që po. Po. Qka u folë në takim Azem Sylla Zahir Pajaziti? Qka i kërkoj Zahiri Azem? Më shumë gëtë. Pasha sy të bollit për Balaboni jena thonë të ardhë me Zahiri me Akifin për Prishtinë. Të qesh me Evranacve. E në gazeta Bujku. Edhe pe lexon gazetën në Kerr, Zahiri për komunikatën 28. Edhe na qmeni u që ditën komunikat na kushe boni këto. Jo, edhe po bojmë lafe, po bojmë kush, si, ta, pam, tu bo laf, tu, qka me bo, qish me abo, edhe nëse në ardhë ke burri nati, punën a thekont orave, maleve, në për Shqipnia, njëna, e merë dikush përgjithsin që se njaf shumë kush a i heq. Edhe vjen e sopi plagusët qërim kelmendi në Kleqin. E murën këta regja, se di kush e pruni senatën e kanë pru të asi, e mra rastit tani, më rastisi me bojt edhe në shpinë me qute, me kalu për hekuru dhe me qute të një shokionin që prapë s'poja për menja. Po, s'korën si po? Po, për pushim edhe me këshyrë me shërudikun të naj mjek. Edhe për veti ku t'ka rëgë, bre, ku a njëna au, kur për këshyrë e ka rëgë një saq me qëtu, mrapa në thasha për qita për bëgjet ke zhurë më qëre ma, thasha Allah e me ta shpull shuj. Do me tek takimi Azem Syllës me Zahir Pajaziti. Edhe tani qatë tani qërimi ka shku për Shqipni, për shërim, Zahiri ka qune për kanali anena, edhe tani gjatë rrugës me qërimin, tu bisedu qërimi ka thonë, po kë që pe merë përgjësit është Azem Sylla. Edhe Gjavit Haliti e qëta njerë. Edhe tani na kërkum, me shkum i thonë, kërkum, Zahirit i thanë, unë, Akifi, Liri, Januzi, qëta që ishin pak ma ase, i thanë, me shku edhe me bisedu, me i thonë që qërë dosti jam. Nuk po të njohëm kush je, tash po të njohëm. Mos i merë ma përgjegjësit e tona. Ose, nëse ti donë me i marë përgjegjësit, hajde të na atje, bashkohu me neve në luft edhe ty t'jepëm funksion komandanti. Qka tha?
Edhe tani janë shty aty diçka që nuk kanë kalu mirë, dikush thot janë, unë e di që s'kanë kalu mirë, unë e di që janë shty me fjalë, unë e di që s'kon shumë punë e madhe ajo, që shë bojnë mediat e njerëzit. A, ka pranu azimin me orë të ju? Jo, s'ka pranu. S'ka pranu se unë nuk ban me arë, se atje është rrugova president, apo kupton, që si njajsh me plus, që s'po du me bo shumë të madhe këtë punë, i ka thonë shkani, bëni që ka doni, kur të hiqet rrugova, në të kuptimin që hiqne rrugova në Sevjone, apo din, në të kuptimin. Ja, kjo është akuzarall, s'ka thonë azem Sylla hiqne rrugova. Mua që shtu më ka thonë Zahiri, bre. Jo, ha. Unë nuk jo marrë këto, as me bo. Po, zguzojna me akuzu njerës, që shban kështu. Unë po thamë që kam ka thonë Zahiri, se ta se kom mediat e nije. Se unë nuk e kom nije me vesh. E po pa e një mëse mëse falë. E po tash edhe e kom nije Zahirin, pëse mos me folë. A do t'jesh dëshmitar në gjykatën speciale? Unë? Ti. Ti burë, ti bashkët ku ke donë ata janë gjykatën speciale, janë Haug, janë njerëz. Kush janë? Po është Hashimi, është Kadria, shukët e të luftës, bashkë luftarët, ti po delë për thuje na i ti kështu e kështu. A do t'jesh dëshmitar a ju? Unë dëshmitar në Haug, kur s'ka më ndodhë kjo kur. E qka nëse ki shkon na i ti në Haug, a kështë shku dëshmitar? A kështë shku dëshmitar në Haug, kundra na i tit? Jo. A je sigurt? Shumë e sigurt. Kur resh njetë? Jo, kur resh njetë. As kur... Basa asan, qëre ku janë kamerat, me po më të pohati në Haug, mësë më preta na kur t'i shkosu. Kur s'ki me po? Se ja keni zanot të ravis kur ta shamë asi vesh. Nga, Hoga mundet me më thirë kur dënë. Si kur gjdo një tjetër. A pi javranën shukve to? A javranën atje shukve to me qëtu deklaratat tua? Andi është keq, atë dhimet na iti? Na iti nuk on Hogë. Pa atë dhimet kështu personalisht i personal, a ndjen keqore dhe përta? Pa shasy të më dhimet. Se është njëndër, jo njëndër, po është njëri ma i kesh trajtu me në burg. Ka edhe ma të kesh trajtu më, se kush prej tyre? Ka ndalë, Jano Zëneli, heroj është ka dali vdekur, si dihen ku i ka është Sabit Lahu, si dihet ku është E për na itin ke thonë që të më thonë në kalqu pekur e kanë rej shumë, ti kur kanë rej, a ke qitë emra, a ke thonë në shfilonë është? I kam letrat. Pa ke qitë ty për Jo, këtu letrat kalzojnë, apo do me lexuat Hasan Zenelit? Po bere. A jo të na itit, që? Po. Hajde pra, faqe njësë Faqe ty bën e di, heni që të rëndë. A i para na itit, a mas na itit? A? Para jo, mas na iti. Mbrojtëse, a këzuari, a gjem makulli? Jo, para agimi. A gjem makulli, Hasan Zenili. Po. Te mbrojtësit e të akuzuarit Hasan Zenili? Jo, te mbrojtësit kokmi. Hasan, që kom deklarua une. Mbrojtësit janë ma poshtë e manal. E për tash kom haru, pasha zotën. Nështë adha aty janë mbrojtësit e naitit që ty që i ledzumës? Jo, këto... Kjo që i ledzumës është e naitit, vetë që ka thonë. Po naitit nuk për ja ledzojmë. Për shkak se... Selim Lukaj, akuzuari Selim Lukaj, është pak. Ismeti, në din këto që da e naitit. Isak Shaboni këtë ka A je para Isak Shaboni? Po, hajde. E akuzuari. Fader Selevici, e akuzuari Agim Makulli. Edhe njo? Hasan Zenela, e akuzuari Hasan Zenela në mbrojtjen e tij të paraqitur para gjyqtarit e TUS të kësaj gjykate ka deklaruar se me iniciativën e tani të ndjes Zair Paraziti ka hyrë në organizatën ilegale ushtrisë lirimtare të Kosovës, fillimin në 93, kur dhe ka marrë pseudonimin Beluli, pastaj është kyç në punën aktive në fillim të vitit 1990, punë ti si të qoftë. Shpelexoj domosdoshmë se e ke pranuar që ke pasi. Po çka më një pyetje që të po mlin pyetja. Ti e ke pranuar dhe ti po thu që Naiti se ka pranuar, domethënë. Që ti po do me aludu, apo besoj po shona. Me sa e po shton, ç'është po do më thon ti? Qysh shkruan për mua për Naitin. Po në rregull të ç'është më lehtë apo e pyetjen. Domethënë ti e ke pranuar që ke qenë, që Naiti se ta shtrohet pyetja. Nëse Naiti nuk e ka pranuar që ka qenë në SHK, atë ç'është ka pas me dekonspiru Zairin? Jo, Naiti e ka pranuar. Ja, këto po shkruan që
forët e tuaj dione, të hullumtuzve. Na itit nuk ja lexoj deklaratën, se i kom thonë fjallë shokut tam Jakub Ismailit, që është ndërmjet me edhe na itit. O kërë i s'pat lidhe më në këtim? Edhe një televizion marrë këmë thonë kjo është kapitulli mbyllur për na itin. S'po du mu marrë me na itin. Ama e bese që mos ki më marrë me këtim? Unë nuk merë na më me këtim, por Bislim Zoga i ka me shku me demantuar që ka thonë. E me Sadiki Shaki u burni me? Ha? Me Sadiki në dhaj ka qenë burë të provë, Sadik Zeqirin. Po e valloj që qa po të thëmë. Ha? Unë e kom parë që Sadik Zeqiri ka folë këndër meje. Qka e lidhë me mua ato? Qka që që po të thëmë? Jo, qka e lidhë, ato sen se lidhë me mua. Ka qenë burë për ty o burë? Aja është një dezerter që ka ikë për Ramush Haradini. Aja bënë bethet kur Ramush Haradinin, unë e po se kam frënduftës dëmonë se që më konë ka aje, është orë. Unë e kom një. Po më s'falë për me të një në po s'po foli me të njime. Po foli qka e lidhë me mua Sadik. Po koni burgosë që aty? A ju koni burgosë po që një pyetje tjetër qka e lidhë? Që u morë në rrugë. A është e vërtet që në përkujtimin e masakrës së Dubrovës dhe të mbjeturat të masakrës Dubrovës, në patronatin e kryeministit të Republikës, Zotit Albin Kurti, e ka mojt fjallën e rastit, ju ka thirë juve dhe na e tasonin, na itin e ka falendru, gjithi ka falendru ty ju. Pse ty ju? E kom po në fjallimin. Pse më falendru mu? Ke qenë edhe ti mesin e ty me burë. Po, unë e kom qenë mesin e ty në, po unë e kom qenë me ta. Edhe unë e jam aj që e kom kap, që e kom marrë për reshtit tret, na e tasonin e kom ullë qëto të unë në karrik të parë. Se më ka orë tërp edhe rënë me po në rënin e tret. Unë e kam respekt për Naitin, o dost të jam. Unë e qka dush kam me Naitin, bëj unë me Naitin. Më ma prek Naitin dikosh nuk banë, se prishet me mu. Më ma prek Kadri Veselin dikosh nuk banë. Unë e në shta vetë kërsh bona me to. Po dikosh më më folë për tonë vjene rënë. Po në kishe deklaruar diçka në Facebook për Hashim Thoshin? Qysh? Kishe thonë edhe Hashimi s'du më masho. Po nuk du më masho Hashimin, kush e shonë Hashimin, nuk o kësajte, nuk o mirë. Mos e shojnë atë dëshu këto për leje. Po e shojnë, po gabojnë. Shumë gabojnë, shumë rënë gabojnë. Është pjesë e luftës, gjdo luftetar që një gur e ka qitë në mërë, për mua është arë e diamant. Por, kur aj gënjen edhe shpik, kundër meje, normal që unë e doroj, po edhe unë kam e mbrojt vetën. E vërtet. Bacasan, njemi minutat e fundit e misionit, ka shku shumë shpejt, dikon një ure gjysë nëse s'ka bëj emision, në një intervjist tonën e kom po që e kesh trajtu shumë burg. Kanë ro fizikisht, kanë maltretu, bile thu që na kanë shku edhe me shtraf siger, me kaçavid. Po do me para kamerën me i po shajet. Po, ka kësha pos dëshirë. Hajde, qërë, ma të voglat, qëtë gesht më kanë thy që keq, në tavolinë, që keq, për me pranu kushor Rustem Mustafa. Se ke pranu? Jo, se kom pranu se në letra, me kanë me pranu shkru në letra. Që ta dhami kanë të thimë kërejt, pe ju dhe bëjt, që to kanë kryt e qkym, kërejt. Apo do këtë? Po. Që to ma kanë milu që to se kam buz të qkyme pej që më ka ra, gru shtar nuk e di që më ka ra. Që to, jam i qpum me shtrafciger. Jo që to, ku e zeza, po që to, rejsaj, i shpum me shtrafciger. Që to, e kam, nuk po moj me hek, pantollat i kam të ngusht, e kam mishin e shkasht me dana. Në të njëjtin vend ku kam plumin që kam përfitu në aksion. Që une heq nuk i bëj publike këtu, si jam mu fry, apo dhe na ja. Se të thonë mu fry, në veç me ka dzu që liria nuk vjen pa sakrificë, ja, jo tortur. E shka ka thonë se, më falë që për nërpes, edhe e kështë edhe një fjallë tronë, e kështë thonë Bacacan, dikun kështë thonë që Udba ka thonë edhe grotës, zisha thonë dhe qka. E kom thonë. Edhe pe thamë, se familja me ka pësu keq. Pse? Pse djetë se isha nish i Zahirit, isha me kompetencë të UDB-ja, dhe më thonë isha njeri dë. Po, është të vërtet. Ata e deshin.
fatin fatkeqësi Zahiri u vro dhe çdo gjë ja ofreshaj. Edhe të shokëve të mi e ka bo Zahiri, të mijat e ka bo Zahiri. Derisa shokët e mi në sallë gjykimit e din që u qu prokurori, tha Zeneli, tha Shurna, tha goja të vdekurit nuk flet, tha ti po ngarkon, tha për shkak se Zahiri është i vdekur. Edhe i thash prapje përgjegja, thash unë nuk e marrë përgjegjësinë e tjetrit. Është ngëm, qaq ka pos maltretime, sa që unë nuk ja shoh për të modhë asë njëmonit edhe asë tjetrit. Asë Naitit nuk ja shoh për të modhë. Naiti ka qenë në gjendje shumë kritike. Naiti është mojt dikon 8 ose 10 dit në për jashtë burgu, është mojt në për Ajvalia, në për... Pse qatë qëmë ka qenë i rrahur? Po, ka qenë, e ka më në njeri në spital, që më ka të regu, mjek, mjeke është, jo mjek, që Najt Hasani ka ordhë këtu vetëm me 30% fuqi që ka pas, 30% jetë. 30% jetë. Edhe vedije 30%. Edhe vedije 30%. Unë Naitin e kam shok. Kush ma prek Naitin me mu, ka mu prish. Kush do qoftë. Kush ma akuzon Naitin, ka mu prish me mua. Qka e akuzon e Naitin, Naiti ka pun me mu. Sepse, ka të drejt Hasani, por s'ki të drejt tesës, ti si e pjesë asaj lufte, ti si e pjesë asaj akuzë. Ase di qka ka ndodhë, e vërtet. As gazetat, cilat gazeta shkrujnë për Hasan Zenelin, fjallë të këqia, këto janë gazeta prosërve. Amet njeri figur publike pa u boshpion. Pa u njëllos. Që e mu po mret? To fillu. Pej Ali Ahmetit. I mira po i keq. Kush do qoftaj. është një ndër themelues të Është një ndër themelues të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Deri në përfundimin e luftës. Flitet për Ibrahim Kelmendin, smetet gjë e keqe po u thonë, që familje me fort se Kelmend e Dugagjinit nuk ka. Është themeluesi i LPK-s? Është themeluesi i UÇK-s. Jo veç i LPK-s, po themeluesi. Qërimin të vllajën e ka pas me mua bashkë në luftë. E di, po. Ngojrile. Po, i kam do fotografi me qërimin. Po, e di. U fol për Hashimin. U fol për Jakupin. U fol për Qelikun, për Fatmirin. U fol për Ramushin. U fol tash për Albinin. A kanë me dole ata pjahokës pas ata sanë, për fond? Kanë. A pesën pa vajsin e tyre? Këto nuk muj me thonë kur gjo. Këto s'muj me thonë kur gjo. Nuk muj me thonë kur gjo. Ata duhet me dal, ata duhet mu liru, ata duhet me pru vendimin gjykata për me folë të naj, na unë e ti edhe aj. Inshallah i binë sonte, i lëshojnë sonte këtu. A gëzohë ti a e në, është drejt kalëzë? Po sha zotin gëzohë nëse drejt me të thonë se gëzohë në zemrë në bëhet rafë që kaqë. Dhe që vallahi, i kam do punë me ta. Kur i s'pëngu si ma shumë? Po. Që të gëra. Faleminderit shumë që respekt. Faleminderit shikuesve që na ndjekën, i themi natën e mirë, ka që të përsonte, si mi ofë tjera. Shkem kur gjona, me na itin pajtova, Kosh pasha sytë këtë punë shele burë se sa është njeri, u kry. Kjo punë është e mbyllun. U kry ma veti. Po që 3 muaj më ka thirrë 4 muaj, ai ka 3-4 muaj deta. Matit kom thirrën para se më kon kjo. Po nin, para se më ndodh ky rast. E vërtet. Tani Bislimi po bën çangla pingla. Po thot e ka gjetë momentin me degradu Naitin. Për me degradu Naitin edhe procesin e ti dëvotimit unë isha dalë para votimeve. Kjo nuk qëndron. Këto janë pëllavra disimit. Po se këtë dëmtu se i ka morë 30.000 vota, Burlini. More bre edhe nështë ja kësha dhonë votën, më thonë asana pa me votën në ja kësha dhonë, për qa? Ma mira këtë është Naiti se Albin. Faleminderit natën e mirë, ka që të përsonte që mi javën tjetër.